Na kemë sankcione, sepse na s'kena ditë mishit ka uzën të në drejt. Dhe kush s'ka ditë? S'ka ditë Albin Kurti. Sepse u bëryt para se më shku atje. Që njerë më së bërët dhe ta afrohesh atje. Kur ta afrohesh krye punën, edhe më së bërët hesh. Dhe krye punën edhe mishtë maj për mas. Qashtë është, mos bëm për tjerë, bravo. A keni nejtë me edhe në taku me Hashim Thoshin para luftës edhe pas luftës? Po mëre, Hashim Thoshin para luftës, a e konë shok i gjenotës, kem nejtë, a e shtukon e njëfë shumë, a e konë forum rinor bashkë me mu. Pa konë letë kë Hashimi, po? Po mëre, a e ka pas tentu më bon dhe kretar. Kretar. E shtukon pas bon. U pas bon për një kohë, po konë po jashtë leshë, ose jashtë statutit, edhe e kanë pas rëdu prap, edhe gjatë luftës jemi taku, edhe pas luftës, jemi taku, unë jemi konë dhe në zyre tina. Kemi në gjohë në Hashimi mirë, a thajmë gjë mu, këtë problemin e kam po se familjet tona njën në vetë, njëm edhe familjen edhe prej ardhen, e dim edhe kush u konë bobe, babgjyshi jeme, babgjyshi tije, unë i kam dojtë e babgjyshit mbroj. Dojtë e babgjyshit temi kam mbroj. Mbroj? Po bashkë mbroj. Në më pira ka që po? Dojtë e vetë mbroj. Më dojnë ka shalë, e kena ata janë thasë, për ne kemë shalë. Se unë dy fise e mbroj. Me Sami Lishtokun, generalin, ki raportet mira? Po, unë kom posë gjithë raportet mira me Samin, ne nuk nga ka ndo politika me Sami Lishtokun. Sepse a i ka posë, e ka do shtë e verujgjëm. Edhe a i ka qenë kunder komunikatës? Jo, kunder, po e ka nënshkru, i vetë minjeri pari që ka nënshkru kunder komunikatës dhe ka hodhë konflikt me shtapin e përgjishëm, o Samia. Bravo. Jam e rëtën dhe atë gjithë. Dhe unë e falenderoj, ka im shku e falenderoj, zëtë edhe djetë të gjithë kohën e falenderoj, sepse në atë kohë konë këgja problem. Me nënshkru, me dollë kundër shtapit përgjithshëm, ose kundër një komunikatë shtapit përgjithshëm. Dhe tash ishte edhe një komunikatë e numër 45 dhe me Po që të dishta me dollë? Jo, me jemi këqyrë. Po, para se me kalu aty, dhe më thonë, Sami Lishtoku nuk diskutuat që ka qenë luftari urve të para të ushtrisë ligjimtare të Kosovës, bashkë me ty. Se ti ka shkëshje për mena, është ashtu ajo? Po, e vërteta o. Po, se një avokat, dhe më thonë që e kena posë para 2 javë, ka thonë që kush më thëtë mu që e ka po Sami Lishtokun qëftë edhe një urë në luftë, në front të luftës, unë e thamë të kundërtën, dhe me thonë, dhe me këpi bje kjo që A i the kjo një më kontrëproje Samis, ata ka problemet me zveti dhe ato problemet me zveti që i kanë, ato e në qështë e ty në spëzina, në problemet që nuk jam, unë e treti nuk inë problemet të vërdet, po, a i nuk unë me ditë ma mi se ti. Po, ta spjegoj une. Në vitin 1993 është kryu aksioni në të rruga 3 në Drenas. Edhe ka bu Sami Lishtoku me shokve. Bravo. Në vitin 1993. Samia u këthy për lufte, në luft për Gjermanie, mas i vroha Adebi. Dhe unë me Samin e në shku në prekaz, dikun ka 28 marsa, nuk e di sa u konë, po Ademi u vroha me 5, ta një den 7-8 që në bovarimit, ata e kanë mojtë pomën minhen të rifatit, 5-6 dit, 3-4 ditë të sot, dhe në bo bashkë në ordë, Shqipni, për Shqipni, dikun, në Drenis kanë rritë dikun sigurisht me 20, që disë të abdohë dhe marsë, ose 23-4. Të një dhe disa ditë kanë e aty, po unë, Muslik Geci, Afrim Geci, Sajt Jashari, jena njës pej Likurci, me shku në prekaz. Edhe, jena në olë në kryshef se ka një nip, Samia, edhe a i tash është njën dentist, njën të më kë, edhe jena në olë aty, ke mongër dark, edhe që aty ka jek fotografi në Ibrahim Gozi, ka po fish ka shti kapter. Samia? Po, dhe më thonë është problemi që, jo vetëm aty, po në periuda Drenicës, është bo luft me fotografi të Ibrahim Gozi. Ka pos plak që ka po kallë krejt shpinë se kur s'keni mjek. Dhe kjo ka qenë ajo që o me lekeja e ka pru. Ajo o me lekeja që da më në organizata marxist-leniniste. Ata, sepse, është edhe një problem qytetërisht që duhet studim. Qëre, këta komunistat dhe majtisat, këta livduhen që e kanë rrugë Shqipnin. Po në kuën e nacionalistave Shqipnia ka pos 74.000 km katëror. 74.000 km. Në Kosovën, në vilajetin e Kosovës, që u konë bashkë me Shqipnin atë ku, janë hopë gjitha shkolla. Ernest Kolishi, një nacionalist, i ka hopë gjitha shkolla. Dhe tash, janë udhët që ne duhet me studiu, cilat janë udhët, për shembull. Është udha e Leninit, e Morsit e Engilsit, e Titës e Enver Hoxhës, e Fadil Hoxhës,
e Dušan Mogoshe e Miladin Popoviqit, dhe janë e Mitat Frashit, Gjafer Deves, Shaba Pëlluzhes, Mehmet Gadicës, Ibrahim Rëgovës, Adem Jasharit, Zahir Pajezidit e Sali Qekut, që të ndohën udhë. Dhe tash, na jena në qëtë udhën e Mitat Frashit, na jena në qëtë udhën e Gjafer Deves, Shaba Pëlluzhes, Mehmet Gadicës, Bajraktarit Lahushës, Adem Jasharit, Sali Qekut, Ibrahim Rëgovës, e Zahir Pajezidit. Edhe ata janë në udhën e Enver Hoxhës, Dušan Mogoshës, Titës, Miladin Popoviqit, tash që në prish, Fadil Hoxhës, tash që në prish në mje veti, unë nuk kam vaj, po den 49 është në Shqipni, edhe në Kosovë, edhe në Jugosllavi, është piskot Tito Enver Stalin. Den 49, Tito Enver Stalin, edhe një parullë kam që të shkrune 1946 në Shqipni. Në ndihmove Tito që të arrim lirin. Në të një të dojnë, nacionalista më nënë me dojnë jeni titita. Po qëfar titita më në, e në kam vyt tita, në ka vro krejt familjen, në ka prejmë, në ka shkatru krejt, kur shkollas në kalon. Dash këta dojnë, dhe më dojnë këta marë si itat, kur prishen dhe rëhëgja me titën, këta nuk ju prish për Kosovë. Për Stalinin ju prish. Këta në dojnë për Kosovë. Shfar Kosovë, për Stalinin. A Stalini u kon pas, tita u kon pas prish me Stalinin, këta u bënë me Stalinin në shojshin titën. Kush e shek këtë emision mund me thonë e qysh nga një gjithë si të mund shok edhe me ki mirë me Samir Ishtokun me ashimin ju? Po nuk u kose, te a the diçka e ka shkruar Samia ka nënshkru kundër komunikatës. E vërtet? E tash, qysh me konën edhe me ato që e ka shkru komunikatën edhe me këto që ko e ka kundërshtu. Dhe më thonë, sigur t'je që... Ta me konë, Samia vetë më bujna. Ja duhet me konë ato që ka shkru shak, ja me këto që e ka kundërshtu. E ke spigu shumë herë për studiet televizive, për të unë se ke thonë mas njerë. Pse në konë shpe Kadri Veseli edhe që më thonë që dolmi në tem fillim që thamë ato. Se e lam si në gjysë, bësa. Kom pas spjegu, sepse këtë probleme të komunikata. Ata rëkona zëmë sylla, ata thëshin suko zëmë sylla, ja zëmë sylla, ja Recep Selimi, ja shim tha që tani Milajm Zeka, ja suko kë, po kë, i ka thok kë kështu, dhe ju zbulu e vërteta, dhe më thonë ta shove me vërteta, u dalë në televizion, në komuna me i ka sojna që a thonë duka gjithë, apo mundet me i. S'po mundesh me i ka soj që a thonë për para prokurorës, së në i kësë këmë thonë, kush ka shkruar komunikatën? Për mi ditën nuk ka shkruar komunikatën, nuk dalë me konë janë atje në shtab përgjithshëm, më bo antari shtabit, tani me dalë më bo gani ketë, e tani me shkru kundër veti. Nuk s'ku mujtë, ata e kanë ditë, ata që vinë konë shtab. Ata po flasin për një djetit, që po thujnë ata, cila ma vërtet ata. Ata e në konë nëtë të te, pas e konë? Jënë konë nëtë jetu lagecit, nuk në konë për nëtë jetu lagecit, edhe aty, ata shtë dhe ma herët, kemi diskutu këtë qëtë që është që e diskutua që ta shtu. As një prezje, as një pik, nuk ka pos qëtu.